Atëherë të nderuar gazetarë, ju falenderoj shumë që i jeni përgjigjur ftesës sonë sot, që të trajtojmë një temë e cila është e rëndësisë së veçantë, natyrisht që kjo është tema e energjisë elektrike. E kemi thënë disa herë, po e përsërisim edhe sot, bashkë këtu, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, së bashku me Janinën, që hajnia më e madhe që po u bëhet qytetarëve të Republikës së Kosovës gjatë këtij mandati është pikërisht hajnia përmes faturave të energjisë elektrike. Për shkak të gjeturave dhe fakteve të publikuara këtë ditë, lëvizja vetëvendosje është në panik. Pas dështimit të konferencës së Armend Mujes, dje keni pa që doli në konferencë tashme e vetë quajtura ministre e ekonomisë zonja Rizvanolli, e cila nuk që në gjendje të zbardh asnjë fakt, aq më pak të demantoj ndonjë prej fakteve të cilat këto ditë i kemi shpërfaqur. Zonja Rizvanolli konferencën e nisi dje duke thënë që asnjë antar i lëvizjes vetëvendosje dhe i qeverisë nuk ka lidhje me EFT me Vuk Hamovicit. Ne në fakt lidhjet ja kemi lënë që t'i zbuloj Prokuria Speciale e Kosovës, e cila tashme ka nisur hetimet dhe të dyja ne kemi deponuar dëshmitë tona tani sa i përket keqpërdorimeve në sektorin e energjisë elektrike. Ajo gjithashtu tha që Kosova nuk importon energji elektrike nga EFT-ja e Vuk Hamovicit. Jo, Kosova në shumicën e rasteve në fakt ka importuar energji nga NUA, por ajo çfarë ne kemi thënë në bazë të dhanave të SKA-s, shihet qartë që EFT-ja e Vukut viteve të fundit e ka monopolizuar tregun e kapaciteteve transmetuese të energjisë. E kush i paguan kostot e importit dhe të transportit të energjisë, natyrisht që i paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës përmes faturave të tyre. EFT-ja i ka fituar shumicën e ankondeve vjetore, mujore dhe ditore në bazë të dhënave të SKA-s, të cilat janë publike. Dhe duke marrë parasysh faktin që gjatë qeverisjes së Kurtit 2021 shtator 2025, Kosova ka importuar 819 milion euro energji elektrike, anashkalimi i EFT-s është gati i pamundur, për shkak se ai, domethënë, bën rezervimin e kapaciteteve transmetuese dhe ka monopolin në këtë treg. Ish-ministrja tha se EFT-ja i përdor këto kapacitete vetëm tranzit, por të dhënat paraqesin diçka tjetër. Kostot e transportit të energjisë për Kosovën rriten deri në 84 herë në ditë, atëherë kur bien bloqet e kekut. Dhe kjo nuk e besoj dikush që mund të mendoj që është rastësi apo tranzit. Këto detaje ma vundo i paraqes Janina dhe me fakte. Zonja Rizvanolli gjithashtu tha që Kosova nuk ka asnjë kontratë me EFT-n, por ajo nuk po tregon se me kon ka kontrata. Andaj na prej këtu, për të satën herë, bëjmë thirrje zonjës Rizvanolli, institucioneve përkatëse që ti publikojnë kontratat dhe ne të dim se prej kujt po blejmë energji, sa po blejmë energji, ku është origjina e energjisë të cilën ne po importojmë dhe sa po paguan Kosova për kostot e transportit. Zonja Rizvanolli gjithashtu tha se qeveria nuk importon energji, por më lejoni t'ju them që qeveria kur s'ka importuar energji. As atëherë kur zoti Kurti fliste për mafinë energjetike. Ka importu keku më një kohë e tash importon Kesko, KEDS dhe entitetet të tjera. Pra është e vërtet që Kesko importon si furnizues i shërbimit universal, importon KEDS për humbjet teknike, importon Keku kur dështon të furnizoj për nominimet që i ka premtuar Keskos, dhe importon kost për humbje në transmision. Por pavarësisht, a janë këto ndërmarrje publike apo janë ndërmarrje private? Qoftë këto që i përmenda, Keskon, KEDSin, Kostin, Kekun, edhe tregtarë të tjerë si që janë kompania Luanda Lipit, NOA dhe të gjithë të tjerë që janë akterë në sektorin e energjisë, pavarësisht a janë ndërmarrje publike apo private, ato duhet me operu në bazë të rregullave të tregut. Në bazë të rregullave të tregut, të cilat i cakton KOS që është operator i transmisionit dhe tregut dhe gjithashtu zërreja. Ajo çfarë ne kemi pa viteve të fundit është që këto rregulla nuk janë respektuar, domethënë ka pasur abuzim të rregullave të tregut. Për shembull, ka evidenca që Kesko ka bler energji nga NOA përmes kontratave bilaterale
duke e shkelur kështu rregulloren për tregtim të energjisë së kustit, e cila kërkon që energjia të blihet ose me ankande, ku është tepër transparente, ose përmes bursës së HUPEX-it. Por ja që kjo nuk ka ndodhur, ka ndodhur që KESCO të blej energji nga NOA me kontrata bilaterale, që ne dyshojmë që çmimet janë më të larta se sa ato në bursë, qoftë në Alpex, në HUPEX, apo edhe përmes ankandeve. Sa i përket mospërzirjes së lëvizjes vetëvendosje në sektor energjisë në këto 5 vitet e fundit, më lejoni t'ju them që Ministria e Ekonomisë si përgjegjëse e këtij sektorit udhëheqet nga Artane Rizvanulli, tash që 5 vite, 4 vite mandat të plot, 1 vit si e uzurpuar. Gjithashtu zërreja dhe kosti udhëheqen nga njerëz të cilët janë delegu me vota të lëvizjes vetëvendosje në këto institucione dhe pavarësisht që sipas ligjit janë institucione që duhet me i raportu kuvendit, ata kanë refuzuar, ju dini, na kemi ftuar një takim në kuvend në mandatin e kaluar dhe ata nuk kanë ardhur, por paraqiten në qeveri sa herë që ju kërkohet. Gjithashtu ne e dimë për aferat e zotit Martin Berishaj, mënyra se si është pajisur me pasaport dhe në shtetësi brenda 24 ore, do me thonë roli i tij si agent i genit. E dim gjithashtu aferën e zotit Nagib Krasniqi si kryesuesi i Komitetit të Energjisë në lëvizjen vetëvendosje, i cili mandej u bë drejtor menaxhues i Kekut dhe tash e kemi me akt akuzë të konfirmuar. Dim që të dy janë marrë në mbrojtje prej Albin Kurtit deri të personi në rangun më të ulët në lëvizjen vetëvendosje dhe gjithashtu dim dhe janë publike, do me thonë, grupet dhe bisedat në grupin e WhatsAppit për dhënien e tenderëve kompanive të cilat kur ishin e garë shpalleshin të papërgjeshme, po ma vonë me negocim u epeshin kontrata, sepse më lejoni t'ju them, të nderuar gazetar, që importi i energjisë elektrike është ngushtë i lidhur me kapacitetet gjeneruese të Kekut. Për me tepër, NOA Trade Energy Dega në Kosovë është një kompani që në Kosovë është regjistruar në vitin 2021, ndërsa në vitin 2024 ka arritur që të bëjë qarkullim 160 milion euro, kryesisht përmes kontratave, siç e thash, bilaterale. Pyetja shtrohet, pse nuk reagon kosti, pse nuk ka reagu Ministria e Ekonomisë dhe pse nuk ka reagu, nuk ka marrë masa zyra e rregullatorit të energjisë. Na i kemi pa, për shembull, kanë qenë gjithashtu publike ndërhyrjet e ministres së ekonomisë, kabinetit të saj, për një projekt tjetër të energjisë te kosti përmes shefës së kabinetit të saj. Mirë, por në këtë rast ajo nuk ka reaguar. Dhe dje tha se qeveria nuk është përgjegjëse. Kush është përgjegjëse? Është kuvendi? Ai kishin këta 51% gjithashtu edhe në kuvend, cilat janë masat dhe cilat i kanë ndërmarrë? Asnjë. Qytetarët e dinë që Kurti ka ardhur me premtimin me liru çmimin e energjisë elektrike dhe me gojen plot që ka me luftu mafinë energjetike. Po e nis nga kjo e fundit. Gjatë qeverisjes së Albin Kurtit ka ndodhur që Contour Global, do me thonë investitori për termocentral, është tërhequr, është refuzuar projekti për gazin amerikan, nuk është shtu asnjë megavat i energjisë së ripërtritshme. Krejt tentativat dhe projektet e Ministrisë së Ekonomisë për energji të ripërtritshme ende janë në fazën e procedurave. Kompania NOA, siç e tham, një kompani e regjistruar me Dega në Kosovë në vitin 2021, arrin me u bë kompania e 8 më e madhe në Kosovë në vitin 2024. Gjithashtu në vitin 2024 ka ndodhur që Kosova ka pagu deri në 800 euro për transportin e 1 megavati orë të energjisë elektrike. Sipas të dhënave të doganës, derisa në prej vitit 2015 deri në vitin 2020 Kosova ka importuar 273 milion euro energji elektrike. Me ardhen e Kurtit në pushtet, për 5 vite, do me thonë nga 2021 deri në shtator të vitit 2025, Kosova importon 811 milion energji elektrike. Tani më thuni ju mu, a është kjo luftë kundër mafisë energjetike, apo janë politika të cilat e kanë trash dhe e kanë ushqy mafinë energjetike? Unë besoj që kjo e fundit është ma evidente. Sa i përket premtimit se çmimi i energjisë do të ulet, se thoshte që po flem mbi gjithë këtë energji, gjatë qeverisë së Kurtit çmimi i energjisë është rrit 3 herë. Qytetarët janë dëshmitar se cili prej tyre sot faturën e ka 2 herë, së paku 2 herë më të lartë se sa e ka pasur në vitin 2021. Gjithashtu, gjatë këtij viti ka ndodhur që numri më i madh i ndërmarrjeve
vendore, të gjitha ato që kanë pasur punëtor mbi 50 punëtor ose qarkullim mbi 50 milion euro, janë përjashtu prej shërbimit universal të furnizimit me energji elektrike. Atyne është thënë që ju ma nuk muni me bli energjin që e prodhon kek dhe ja shet keskos me 29 euro 60 cent, po duheni me bli nga kompania e Luanda Lipit dhe të tjerëve, me bli me çmim 300% ma të shtrejt. Do më thonë, ky është premtimi saj përket lirimit e energjisë elektrike dhe përket fundit ju e dini që ka edhe një vendim të gjykatës supreme, i cili nuk po zbatohet edhe sot e kësaj dite, për cilin Artane Rizvanolli nuk e tha dje as edhe një fjalë. Të nderuar qytetar të vendit, 811 milion euro import e energjisë elektrike, të cilat kanë majur gjepat e tregtarëve të energjisë, janë para të cilat janë paguar nga gjepat e secilit qytetar përmes faturave të energjisë elektrike. Andaj ne po kërkojmë që për hir të transparencës dhe njëherë të publikohen kontratat, po kërkojmë që me datën 28 dhjetor njerëzit që kanë qenë përgjegjës për sektorin me të vërtetë të mbahen përgjegjës. Qytetarët nuk duhet të harrojnë se me çfarë premtimeve ka ardhur kjo qeveri dhe çka ka bë me pas gjatë qeverisjes 5 vjeçare. Të gjitha këto janë të faktuara dhe ne nuk kemi nevojë ta bindim askënd sepse këtë po e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ndërsa sa ju përket aspekteve teknike, furnizimit me energji elektrike importit nga cilat vende dhe manipulimit me dhana që po bajnë qoftë Armend Muja, qoftë zonja Rizvanolli, unë tani fjalën ja kaloj inxhinierës sonë, Janina Ymeri, e cila do i paraqes këtu. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për kohën. Fillimisht ju kisha njoftu që kapaciteti transmetuese të çmimeve të larta atyne tashmë kanë vëmendje ndërkombëtare, pra nuk po flasim për një rast që mund të manipulohet apo të gatuhet me grafika nga partia. Ky rast ka shku edhe në Komunitetin e Energjisë në Vjenë dhe në zyrën e rregullatorëve në Ljubljanë, edhe tashmë hetimet janë në procedim e tutje edhe nga të konfirmuara edhe nga zyra rregullatorit të energjisë. Fillimisht me donat e doganës që janë prezantuar nga zoti Armend Muja. Shkojmë në slajdin e parë. Faleminderit. Tash këto, kjo është grafiku që keni parë paraqitur nga zoti Muja, edhe kjo sipas tyre tregon se origjina ose importi i energjisë elektrike, siç jet origjina, vjen edhe nga shtetet siç janë paraqitur më poshtë. Pra këtu u lavdrua se energjia vjen nga Danimarka, Slovenia, Shqipnia, ndërsa nëse shkojmë dhona zyrtare të shteteve përkatëse, shihet se Agjencioni i Statistikave Slovenisë ka treguar që nuk ka eksportuar energji elektrike në Kosovë, gjithashtu edhe Danimarka. Për më tepër edhe nga mundësitë fizike dihet se nga potenciali për energji elektrike në vendet e ish-Jugosllavisë më shumë ka mundësi Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Në planin kombëtar për energji nga zyra kryeministrit, pra këta demantojnë edhe vetveten, shihet se rryma ardhur nga vitin 2022, 50% ka qenë nga Serbia. Gjithashtu këto përputhen në bilancet energjetike të Serbisë ose të operatorit transmetues atje, ku janë edhe donat që sa vjen energji nga Serbia për vitin 2022, 2023 edhe 2024. Pra të nderuam, nëse shihni Sloveni, nuk do të thonë që energjia vjen prej Slovenisë, po vjen prej genit, mund të jetë prej Slovenisë. Çka ka ndodhur është që këto kompani e kanë qenë në shembull në Sloveni, por nuk do të thotë që rryma vjen prej atje. Njëjtë ka ndodhur me Danimarkë. Rryma me hapi Danimarkës bëhet tetë, është ai nuk ka mundësi fizike edhe po të gjenerohej. Nuk ka mundësi mendoj financiare të aplikueshme që ne do i pranonim. Po, ç'a ndodh është që biznesi qendër mund të jetë në Danimarkë edhe faturon energjinë elektrike nëse këta e shkruajnë që vjen nga Danimarka. Tjetër çka kisha më thonë është që dje është po edhe janë fol ankonë ditore, po sa për ankonë ditore është mirë me tregu spako që kosti e bën edhe është sikur dogana e rrymës siç e kam thonë edhe më herët, ajo e tregon sa del edhe sa hin rrym në Kosovë. ZRE-ja gjithashtu e monitoron tërkët sektorët e energjisë elektrike. Mohimi i përgjegjësisë, duke thënë që KEC edhe KESCO importon e që praktikisht ta nuk munden me ditë, është i pavërtet dhe nuk ka fije baze
ligjërisht, po edhe nga ana teknike. Me ankande ditore, për çka edhe është nis krejt këtë diskutim, shihet se çmimi i lartë kur ka nis në vitin 2021, se si kisha marrë vitet më hershme, po është kur kosti e ka bërë edhe përfaqësimin e kanës SKO apo në këto ankande. Tash, edhe atëherë është bërë trym. Është bërë me 41.52 çmimi më i lartë edhe në 32.23. Kena mri deri në këto shifra. Ndonse këta thanë që jam të shqetësuar edhe si ministra që tha që është ka dëshiru hetim në lidhje me kapacitet transmetuese në vitin 2024, shihet se deri vonë praktika është bërë e njëjta, ku Maqedoni Veriu kufiri shpenzimet kufitare kanë shkuar në 17 milion euro. Mund të shihet është çmimi i lartë i energjisë elektrike, këto është për transport, vetëm për transport 700 euro. Këto janë statistikat që janë bërë gjatë tyre, nëse cost e tregon rrugën, cost e jep miratimin, cost e din kush e bardh energjinë elektrike, kush e jep energjinë elektrike edhe kush e merr. Ndërsa, lidhje me transaksionet që janë bërë ose kontratat e mëhershme, cost ka fitu pavarësinë e operimit vet, sa i përket tregtisë kapacitet ndërkufitare në vitin 2020, praktikisht në fund vitit 2020. Thirrja në vitet e mëhershme se cost apo Kosova ka pas të dhëna ose shkëmbime tregtare, ato nuk, edhe me Serbinë nuk kanë qenë të pavarura nga ana e Kosovës. Për shkak që ne jemi pavarësuar si operatori i tregu transmisionit në vitin 2020 nga Serbia. Pra edhe kjo është një farë fakti që këta po thirrën në dona historike, po që nuk kanë bazë. Tjetra çka është thonë dje, është thonë që furnizimin e bën Kec dhe Kasko, edhe që na nuk kena përgjes. Importin e energjisë elektrike është kost, siç e thashë më herët, po edhe gjenerimin e ka Kec. Gjithashtu, kur sot edhe po ka reduktime të shpeshta, për shembull në Ferizaj, nuk është profesionale të tregohet, kur sot del ministria edhe thotë një flasje qytetare, edhe na nuk kena përgjes për furnizimin e energjisë elektrike. Për më tepër, këta nuk e kanë bërë as planin ose bilancin e energjisë elektrike për këtë vit. Kjo është krejt me na drejtuar në rritje tjetër të energjisë elektrike për të arsyetuar se s'kan pasur dhëna më herët për krahasim. Tjetër, slajdi tjetër çka deshta më ju tregu, kjo është një prej rasteve më eklatante të rritjes së shpenzimit ndërkufitar nga 13.000 euro në 1 milion euro. 84 fish rritet për një ditë, pra 4 prill deri me 5 prill. Këto janë dhëna publike, janë nga rrjeti i transmetuesve botëror edhe mundeni mi pa në cilin do rast. Një aspekt profesional që duhet më cek për nga dje është duhet ta dim edhe nuk mund të konsiderohet rryma se është kamion me tavolina. Pra, që tha dje që hyn një transport dhe del tranzit shkon në Serbi. Nuk qëndron kjo, se sa për qashtu, na dhe këto e kishim prit që e kishim pas një njëjtin çmim. Po nuk ndodh kjo. Kapacitetet transmetuese, rruga që është për me hy rryma, nuk është e njëjta për me dalë. Mundemi me pa edhe në anën tjetër. Këto është Maqedoni, Kosovë, shihet edhe nga flamuj, hyn deri në 220.000 euro ora. Kjo është edhe tipu i konsumit tonë që mund të shihni nga ana jonë, s'po them nga ana kostit, në orën 5 deri në 6, 220.000 euro ora. Është e njëjta ditë, ana këndër, nga Kosova në malin e Zis, që mundeni me pa, zero. Pra, nuk do të thotë se dikush ka kaluar në njërin anë, do të kaloj edhe në anën tjetër, do të jetë çmimi i njëjtë, do të jetë puna e njëjtë. Kapacitetet ose rryma që vjen, rruga që e merr për me ani rrymë, nuk do të thotë që është e njëjta. Shihet këtë, 286, 305, në anën tjetër dallon këto. Ora me orë dallon, dita me ditë edhe vendi me vend. Të nderuam, unë jam e lumtur që për vitin tjetër kapacitetet transmetuese ose bartjen e ka marrë edhe Kasko, i cili është furnizuesi joni, kjo është përmirësim i operimit të sektorit elektroenergjetik, ju bojmë thirrje gjitha bizneseve të blejnë të shohin, të interesohen për blerë kapacitetet transmetuese që të mos monopolizohen dhe që të mos keq përdoren. Në krejt këto ditë, po zbarët dal nga dal, një strukturë
e cila vjen nga importi prej Serbisë në Republika Srpska, që do të vërtetohet nga energjia nga qeveria e Kosovës. Gjithashtu geni, që nuk po del se vjen rrymë nga Slovenia, po vetëm e vjen geni, kjo është po edhe nga dhomat importuese. Geni ka qenë i lidhur si konsulent me Martin Berisha, i cili është ambasador dhe nuk shkarkohet, ndonse ka pas edhe keq përdorime nga ana e tij ose skandali i nxjerrjes së parave cash. Gjithashtu, Vukamović edhe lidhja e tij potenciale me Noa si importuesi kryesor. Pra po flasim për Noan. Gjitha këto anë janë kompani që janë vetme. Noa si importues, EFT që i fiton ankondet ditore, mujore, vjetore, Geni që e ka një ambasador këto si konsulent, edhe në këtë strukturë është mbizotron heshtja e zërejs, që sot as plan nuk ka këtë ditë, e mbizotron heshtja e kostit, që reagon vetëm pasi merr vëmendje kombëtare ky rast, edhe gjithashtu heshtja e Ministrisë e Ekonomisë dhe gjithë ministrisë e cila ka qenë në dieni për transaksionet me Noa që nga viti 2022. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sa i përket detajeve, domethënë të dëshmisë, unë mund të flas në vijat e trasha, po gjithashtu mund të potencoj që ne asnjëherë emra të përveçëm nuk kemi akuzuar. Ne mbajmë përgjegjës zyrën e rregullatorit të energjisë, e cila jap licencën edhe kustit, mbajmë përgjegjës kustin, e cila domethënë është përgjegjëse për implementimin e rregulloreve të saj, rregulloria për tregtim të energjisë, ku thotë që energjia duhet me u ble në bursë ose përmes ankondeve dhe nuk është e parapame sipas rregullores blerja e energjisë përmes kontratave bilaterale. Ne mbajmë përgjegjës Ministrinë e Ekonomisë, sepse në kuadër të kësaj ministrie ka një njësi, domethënë në fakt në portfolien e Ministrisë e Ekonomisë është sektori i energjisë që ka të bëjë edhe me ngritjen e kapaciteteve gjeneruese, po gjithashtu edhe me mirëmbajtjen e kekut. Dhe kemi konsideruar që të gjithë këta, qoftë në mënyrë aktive, qoftë në mënyrë pasive, kanë shtruar rrugën dhe kanë ndihmuar që të vije deri te kjo sasi e importit dhe të vije deri te këto dhana për shpenzimet të transportit që janë maksimale. Ajo çfarë është dashur këta aktorë të bëjnë është që hetimet të fillojnë qysh ma herët. Domethënë në momentin kur kanë pa që transporti 1 megavatit e energjisë elektrike shkon deri në 800 euro, zyra e rregullator kosti në këtë rast është dashur të marrë masa, nëse kost nuk kanë ndërmarrë masa, sepse i ka pas informatat në kohë reale, domethënë ankondet negociohen në vëzhgimin e kostit, nëse kost nuk kanë ndërmarrë masa, atëherë është dashur që ZRE-ja të reagojë, sepse siç e thash është një aktor i cili mbikëqyr krejt sektorin e energjisë. Pra, imbetet prokurisë speciale që në fakt të gjej se kush nuk e ka kry punën ose kush me qëllim ka ndihmuar aktorët të ndryshëm, kompanitë private që të lejohet gjithë kjo kosto e transportit dhe gjithë kjo sasi e importit të energjisë elektrike. Unë dëshmin jam ftu për shkak të reagimeve të shumta, domethënë kam qindra, vjetra reagime sa i përket rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Dhe më lejoni të them edhe një gjë. Në vitin 2025, energjia elektrike për ekonomitë familjare është rrit 16.1%, apo jo, e din të gjithë. Në kohën kur ministria thotë që i kemi rrit kapacitetet gjeneruese, e përmendi dje investimin në njërin prej bloqeve të Kosovës B, 53 milion. Dhe më thonë, thot, i kemi rrit kapacitetet gjeneruese në kohën kur bjen çmimi në bursat ndërkombëtare i energjisë elektrike dhe në kohën kur, sipas saj,
përjashtohen rreth 700 biznese nga shërbimi i furnizimit universal. Dhe me thanë, të gjitha këto bien, çmimet e këtyre bien edhe sasia që kërkohet prej shërbimit të furnizimit universal, dhe në të njëjtën kohë kemi rritje të çmimit të energjisë për 16.1%. Këtu ka diçka që nuk po shkon. Mbi të gjitha, duke pas sasinë e importit që kemi bërë gjatë vitit 2025, krejt njerëz që marrin vetëm pak që kuptojnë në tregun e energjisë, e kanë tepër të qartë që ne do e kemi një ngritje tjetër potencialit të çmimit të energjisë në vitin 2026, sepse gjithë kjo sasi e importit nuk është parafak kur është bërë aprovimi i të hyrave maksimale të operatorëve në tregun e energjisë. Do me thonë, kam dhënë dëshminë time për të gjitha ato që unë dyshoj dhe më shumë ka qenë lidhur me të gjitha reagimet që unë kam pasur e që janë publike. Lidhje me rritjen e ardhshme të energjisë elektrike, tash i paraprim mungesa plane, për shkak që vitin e kaluar në krahasim me planin që e kam pasur më herët, është bërë dhe konsultime publike, janë bërë dhe rritja është arsyetuar. Pra, nuk kena importu më shumë se plani, edhe kështu pra si rrjedhoj që ato shpenzime do të hyjnë në fatura tjera. Këtëherë nuk kena pas as plan. Tash nëse dojmë pas rritje energjisë elektrike, një paralelim i cili është dhënë edhe nga kryetari i bordit, shefi i bordit zërojës më herët, është edhe më e lehtë nga ana tyre, por nuk është e drejtë për neve. Me të buq që tash po rritet rryma kur as plan për import, për shpenzim të energjisë elektrike ose për ngarkesë, edhe për gjenerim të energjisë elektrike nuk kanë bërë që një jetë që të randot në saktësisht deri tash. Nuk jam e përfshime në grupin punus, as për koalicione dhe as për përbërjen e listës. Besoj që sot, pas dite diku në mbrëmje, do e keni listën dhe do e shihni edhe përbërjen edhe kuptoj që edhe renditjen mund ta shihni. Kështu që nuk kam qenë pjesë e grupeve të cilat kanë negociuar qoftë koalicionet, qoftë koalicione dini që s'kemi pas, po kemi pas përfshirje të njerëzve të partive të tjera politike. Me siguri të plot mund ta them që nisma nuk do të jetë pjesë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa për emrat e tjerë nuk është që se kanë pas vetë listën. A ka pyetje tjera? Nëse mundemi për momentin në 247 milion euro import, është çerek miliardi për vetëm një vit. Është importi më i lartë i gjitha kohërave, është mbi 100 milion më shumë se vitin e kaluar. Pra nuk ka përmirësim të energjisë elektrike, të sektorit në përgjithësi nga ana e importit, është rritja për 100 milionëve për vitin e njëjtë pa vjetor, domethënë mundemi të shku deri në 300 milion euro import. Dhe është më i lartë se 5 vite para qeverisë së Kurtit. Domethënë është më i lartë se sa importi për vitet 2021, 2015-2021. Faleminderit shumë.